Mirë se erdhët të dashur Krejpër në Letra Trofejnë, jam Diana dhe do bëjmë një mesazh për ju. Dhe mesazhi juaj është 2 të Gabrielit quhet në këtë grup letrash. Të dashur Krejpër, për ju po hapet një periudhë ku të them ku do të duhet të mendosh më seriozisht për të ardhmen tënde. Ky letër flet për plane të mëdha, zgjedhje të guximshme dhe mundësi për të dalë nga një situatë që të ka mbajtur në vend. Në punë dhe para duket sikur po të vjen një mundësi për avancim, bashkëpunim apo një ide që mund të të çojë shumë më larg nëse e merr seriozisht. Por kjo letër kërkon guxim. Nëse vazhdon të rish vetëm duke menduar dhe analizuar çdo skenar, dikush tjetër do të kap rastin para teje. Në dashuri mund të afrohesh me dikë që ka të njëjtin vizion ose mënyrë të menduarit si ti. Një lidhje ku nuk ka vetëm tërheqje, por edhe plane dhe ambicie. Ata që janë në lidhje mund të fillojnë të flasin më seriozisht për të ardhmen. Kujdes vetëm nga krenaria, të dashur Krejpër, apo dëshira për të bërë gjithçka vetë. Kjo letër tregon qartë që njerëzit e duhur mund të ndihmojnë të ecësh më larg nëse i lejon. Këshillën që marrim nga kjo letër Krejpër është mos ki frikë të mendosh më shumë apo më të mëdha gjërat se zakonisht. E ardhmja jote nuk ndryshon vetëm duke dëshiruar, ndryshon vërtet kur merr vendime të guximshme.